Pas 30 ditëve agjërim, lutje dhe sakrifizë dhe adhurim ndaj krijuesit, besimtarët musliman në Shqipëri kanë falur sot namazin e Fitër Bajramit. Mira besimtar dhe besimtare të fesë islame u rreshtuan krah për të falur Fitër Bajramin, pas 30 ditëve agjërim, lutje dhe adhurim ndaj Allahut në muajin e begat të Ramazanit. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله Pas faljes së namazit në sheshin Skënderbej me besimtarët musliman shqiptar, sekretari i përgjithshëm i Ligës Botërore të Islamit, Muhamed bin Abdul Kerim Elisa, i cili drejtoi edhe kremtimin, dha një prononcim për mediat. Këto burojnë nga vlerat që ky popull, nga morali që ky popull ka manifestuar brez pas brezi dhe ka arritur që të përcojë edhe tek brezat e sotshëm. E dim të gjithë shumë mirë se në përbot sot kemi konflikte të lloj-llojshme, konflikte në të katër anët e botës, të cilat her pas here burojnë edhe nga divergjenca, burojnë edhe nga mendime të ndryshme apo qasje të ndryshme rreth çështjeve që mund të jenë fetare, kulturore, politike e të tjera. Prandaj bota sot ka shumë nevojë që të ndjek shembullin e mrekullueshëm që jep shoqëria shqiptare nëpërmjet vlerave të saj të bashkëjetesës dhe tolerancës ndërfetare. نحن فخورون بهذا الشعب الذي مثل نموذجا رائعا في التعايش في ظل التنوع الديني والإثني الذي الحقيقة يعتبر إضافة مثرية لهذا الشعب، وأيضا هذا الشعب الذي أعطى رسالة للعالمين بأن التعايش بين هذا التنوع يكون على أكمل وجه من خلال الوعي الذي يتمتع به هذا التنوع في هذا البلد. وهذا الوعي لا بد أن يعزز لدى الجميع وأن يعزز من البداية ليستوعبه الجميع ويكون ثقافة سائدة. نحن سعداء بهذه اللحمة الوطنية في ظل تنوعها الديني والإثني. Pra dini se këto vlera që përmendëm, pra vlerat e bashkëjetesës, neve në mbar botën, si bashkëbesimtar të besimtarëve musliman të Shqipërisë, apo si vëllezër të mbar popullit shqiptar, na bëjnë krenar, na bëjnë të lumtur dhe na bëjnë të gëzuar, dhe mundohemi që ti promovojmë ato, mundohemi që ti reklamojmë ato kudo jemi. Prandaj kam edhe një thirrje së fundmi që këto vlera të mrekullueshme që ju keni dhe manifestoni në shoqërinë tuaj, le të bëjmë maksimumin, le të bëjmë të pamundurën që të përhapen edhe tek brezi i ri, të promovohen dhe forcohen edhe tek brezi i ri në mënyrë që edhe ai të ecë në hapat e brezave të mëpërparshëm. لديكم أيضا
قيادة متميزة، لديكم قيادة متميزة عززت من هذه اللحمة الوطنية وعززت من هذا التعايش وهذا التسامح الذي يشهده هذا الشعب المتميز. Ta dini se gjithashtu udhëheqja që keni për sa i përket vlerave, për sa i përket shumëllojshmërisë dhe bashkëtesës ndërfetare, është një udhëheqje pothuajse e përkryer, e mrekullueshme, e cila bën të pamundurën, e cila ofron maksimumin e shërbimit të saj në mënyrë që këto vlera të konservohen, të promovohen dhe të transmetohen tek brezat e rinj. Edhe përfaqësuesit e komunitetit musliman shqiptar uruan të gjithë besimtarët në Shqipëri. Edhe përfaqësuesit e komunitetit musliman në Shqipëri uruan të gjithë besimtarët shqiptar gëzuar Fitër Bajramin. Sot një ditë e madhe për gjithë besimtarët musliman. Keni një urim, lutem? Sot është ditë feste për gjithë besimtarët musliman dhe gjithë popullin shqiptar dhe të njerëzimin. Uroj që kjo festë të sjellë begati dhe mirësi në familjet tona dhe mban njerëzimin një paqe të qëndrueshme. Sot më shumë se kur ka nevojë gjithë bota për dashuri dhe dëmshuri dhe mirësi që njerëzit të jetojnë me gjitha gjërat që dëshirojnë ata. Kjo botë është e të gjithëve dhe kemi shumë gjëra të përbashkëta që na bashkojnë se sa na ndajnë. Dhe ju uroj një herë gëzuar Fitër Bajramin. Një urim për gjithë shqiptarët në këtë ditë bekuar, për gjithë besimtarët. Për besimtarët musliman, Zoti ja pranon sakrificën, agjërimin, adhurimet, të gjithë veprat e mira që kanë bërë në Ramazan. Edhe ashtu siç erdhi ky Bajram gëzim, inshallah Zoti na gëzon me faljen dhe me mëshirën e Tij. Qoftë i begat edhe mirësi për çdo familje, për çdo individ, për çdo kënd prej shqiptarëve. Ju rit Zoti, faleminderit. Sot dita e madhe për gjithë besimtarët musliman. Keni një urim? Në fakt faleminderit për këtë që merrin momente të veçanta për spari besimtarët muslimanë dhe muslimane, por për gjithë shqiptarët. Dhe nuk do të jetim zgjeruar se faktikisht kjo ishte diçka e veçantë dhe ka nevojë shumë për të folur për këtë Bajramin e sotëm, këtë mirë, por do të vi tek pyetja juaj. Për gjithë spari muslimanë dhe gjithë shqiptarët, jo vetëm brenda gjeografisë Shqipërisë, por gjithë territorin kujton shqiptarët nga do botë, për shumë moti art gëzuar dhe nga zëlluar dhe art i bardhë dhe qoftë si për herë si hariq një nesër më mirë, por pa dallim, gjithë së bashku. Kjo ndoshta këtë Shqipërinë e vogël na karakterizon për atë shpirtin e madh dhe qoftë vëmendja, kujdesi dhe ndihma e Zotit mbi ne sepse kemi nevojë më shumë se sa kurrë. Me zemrat plot gëzim e falënderim ndaj Allahut pasi balli nëse çdo ndjeu më shumë afërsi me krijuesin. Besimtarët pas rritit të faljes shpërndan urime të më të sinqerta, teksa bën thirrje për paqe e harmoni mes njerëzve. Sot festa e Fitër Bajramit, keni një urim për gjithë shqiptarët? Shqiptarët inshallah të jenë mirë, inshallah të shtojnë besimin, të shtojnë imanin, të shtojnë harmoninë mes tyre. Edhe kështu do të vazhdojmë inshallah. Keni agjëruar për gjatë Ramazanit? Si është ndjerë shpirti juaj gjatë këtij Shumë mirë, me i lehtë. Keni një thirrje për të rinjt shqiptar? Edhe të rinjt, le të afrohen tek feja. Feja është këshill, feja nuk është dhunë. Feja i mëson ata të jenë njerëz, bigës të jenë edhe bashkat dhe ta, do të thonë të jenë edhe shqiptar i mëson feja. Faleminderit, gëzuar. Keni një urim për gjithë shqiptarët? Gëzuar festën Fitër Bajramit, qofshin tundur gjatë gjithë vitit, inshallah gjithë njerëzit, kenë harmonimin e tjetër, shkojnë të punojnë mirë me njëri tjetrin. Të ketë drejtësi. Keni agjëruar gjatë Ramazanit? Po, alhamdulillah. Si është ndjerë shpirti juaj për gjatë këtyre 30 ditëve? Alhamdulillah për Allahut, na pron Zoti marrë mirë, qetë, plumdur, gëzueshëm. Begatina ka dhënë Zoti plot, alhamdulillah. Keni një urim për gjithë shqiptarët në këtë ditë? Përshëndetje, uroj gjithë shqiptarët të gëzuar Bajramin dhe lumturi dhe fat të masi dhe gjithë familjet kudo që janë. Keni agjëruar në këtë muaj të bekat Ramazanit? Si është ndjerë shpirti juaj? Çfarë lidhje keni patur me krijuesin? Dhe shumë, do të thonë, kam agjëruar një muaj dhe shumë lehtë është trupi, shumë. Thonë zonjë ka, domethënë, po them detyrim në kuptimin që është, Sa vite kanë që agjëroni? Shumë vite kam. Shumë vite kam. Për të rinjtë dhe të reja, keni një mesazh në këtë ditë bekuar?
Të drejtohen Allahut madh në një rrugë të hajrit, në rrugë të plot dritë, plot shpejt, plot lumturi. Në qoftë se njeriu agjiron dhe falet, shkon jeta shumë, shkon jeta. Vetëm time kam kaluar shumë jetë, kam qenë që falem edhe kaloj jetë shumë të hajrit. Faleminderit. Zor Bajramin. Një agjëruar? Po. Si është ndjerë shpirituar për gjatë 30 ditëve agjërim? Nuk kam vështirësi se jam mësuar tash. Po, edhe na animon Allahu na jep fuqi. Për të rinjve të reja, keni një mesazh në këtë ditë të bekuar? Vetëm që të uroj gjithë të mirë për gjithë atë që kanë agjëruar. Më fal se kam jetuar në Angli dhe nuk e di shqipen shumë mirë, por vetëm mirësisë dhe për gjithë atë që kanë agjëruar sot. Faleminderit. Një urim për gjithë shqiptarët. Një ditë sa më e gëzuar. Keni agjëruar për gjatë të ditëve? Patjetër. Si është ndjerë shpirituar? Patjetër, çdo ditë është një, domethënë, e shikon veten tënde që është një përmirësim e sipër. Domethënë ndjen veten që të bësh diçka më shumë se sa dita më parë. Për të rinjve të reja, keni një mesazh në këtë ditë të bekuar? Mesazhi im është kjo, ta duam vendin e tyre. Faleminderit. Ju lutem, gëzoj juve. Kemi për gjithë shqiptarët. Gëzuar festat të gjithë shqiptarët kudo janë në botë, vetëm paqe e mirësi e dashuri. Po patjetër. Sa vite keni që agjëroni? 20 vjet. Si ndihet shpirti juaj në ditë? Shumë e lumtur, shumë e gëzuar. Për të rinjve të rejat, keni një urim në këtë ditë bekuar? Po Zoti bekofti gjithë të rritë tanë. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar nga juve. Ne agjërojmë për gati 30 vitësh që unë jam 30 vjeçe këtu, ne jemi rritë në një familje të madhe, jemi rritë në një kulturë, në një babë shembull, në një familje shumë të madhe. Jetojmë për 15 vite që jetojmë në Itali, edhe agjërojmë, edhe do ta vazhdojmë të traditë edhe për fëmijët tanë, edhe për me hesë me gjithë të traditë. Festojmë me familje edhe bashkëshorti ka marrë 30 ditë Ramazan, festojmë gjithë si familje. Gëzuar për shumë. Me lotë mallëngjimi besimtarët i tha mirupafshim Ramazanit, muaj të sakrificës dhe mëshirës. Bajrami u përqafua me gëzim, paqe dhe falënderim ndaj Zotit, por zemrat mbeten në lutje duke shpresuar të takohen sërish me bekimet e Ramazanit vitin e ardhshëm. Allah